njësoj si sulmi ndaj generalit iranian Qasem Soleimani, dhe si ai ndaj impianteve bërthamore iraniane. Operacioni u kodua me emrin Çekani I Mesnatës dhe asnjë vend në botë nuk mund të arrijë atë që arritën trupat amerikane në një periudhë kaq të shkurtër. Të gjitha forcat ushtarake venezueliane u paralizuan dhe forcat amerikane me sukses kur në momenti kur dritat në Caracas ishin fikur, nisur nga ekspertiza që kemi pasur, arrestuan bashkë me bashkëshorten e tij presidentin Maduro. Të dy ata do të përballen bashkëshortja e Maduros do të përballet me gjykatën e distriktit jugor të New Yorkut për trafik droge. Më duhet të them se asnjë njësi ushtarake nuk ka arritur një sukses të tillë më parë. Nëse shohim në rastet në luftat e mëparshme në Afganistan apo shumë vite më parë, vendi ynë nuk është respektuar kaq si kur më parë. Ka qenë një bashkëpunim edhe me forcat ligjzbatuese të Shteteve të Bashkuara. Trupat vendase ishin në gatishmëri, por ato u neutralizuan, kapacitetet e tyre u asgjësuan nga njësitë speciale të Shteteve të Bashkuara. Ishte diçka e pabesueshme. Asnjë antar I trupave amerikane nuk humbi jetën, asnjë pajisje ushtarake nuk u humb gjatë operacionit. Ushtria amerikane është ushtria më e fuqishme e planetit deri më sot, me kapacitetet për të vepruar në territore armike dhe e pajisur me teknologjinë më të avancuar në botë. Kemi ndaluar 97% të drogës që vjen përmes detit. Dhe shumica e kësaj vale droge vjen nga Venezuela. Ne nuk duam të përfshihemi në një proces tranzicioni ku të vi dikush tjetër që të bëjë të njëjtat gjëra si Maduro në Venezuelë, ndaj do të qeverisim këtë vend. Ne duam paqe, liri dhe drejtësi për popullin e Venezuelës, përfshirë ata venezuelian që jetojnë në Shtetet e Bashkuara dhe që duan të kthehen në atë dhe. Ne mund të shpresojmë që dikush tjetër të marrë drejtimin e Venezuelës dhe t'i jap fund dekadave të diktaturës. Ne jemi atje në këto momente,
dhe do të qëndrojmë derisa të mundësohet një tranzicion i qetë